Derbi Madridit rikthehet sërish, kësaj radhe luan në Civitas Metropolitano, aty ku Atletico Madridit kërkon të arrijë kualifikimin, por përballë tyre janë pas diskutim rekordmenët e Champions League-s me 16 trofe fituar. Real Madridit, kush do triumfoj në këtë super sfidë ku Atletico u poshtë 2-1 në Santiago Bernabeu, po ka ende shpresë, ka ende lojë pas janë 90 minuta që do të luhen, ku Los Colchoneros duhet të shënojnë 2 gola për të arritur kualifikimin e tyre historik, mund të themi, sepse të kualifikosh kundër Realit kërkon shumë besim, vendosmëri, por dhe shumë spektakël, do thonë za. Shumë informacione janë oblak në port. Javier Galan, Lenglet, Jose Maria Jimenez dhe Nahuel Molina. Në mesfushë Lino, Barrios, De Paul dhe Simeone, ndërkohë ndryshja e sulmit pa diskutim Antoine Griezmann dhe Julian Alvarez. Reali ka në port Courtois, i cili është kapiteni, Lucas Vazquez, Rudiger, Raul Asensio dhe Mendy. Në mesfushë Tchouaméni, Valverde dhe Bellingham, ndërkohë treshja e sulmit, treshja e frikshme. Kylian Mbappé, Rodrigo Goes dhe Vinicius Junior. Rodrigo Goes dhe Brahim Diaz, autor të goleve për Realin, ndërkohë për Atleticon, realizoi një gol Julian Alvarez, super gol, për të vërtetës. Të dy skuadra luajnë me uniforma zyrtare, nuk do të prishte punë as pak. Nëse do të tuanin me bluza dy të skuadra madrilene. Ka nisur këtu Atletico Real. Super sfidë kjo. De Paul dhe me njërë dëptohet. Rodrigo De Paul. E pa besueshme, që minutën e dytë. Nuk ja der do De Paul dhe me njërë lë fushën e lojës për të aktivizuar Conor Gallagher. Pa fat, skuadra Atletico së mbet një nga pikat më të forta në mesfushë, si Rodrigo De Paul. Lenglet o beshtumbur. Loj ishte Arqecit. Duhet pa diskutim Atleticos. Gallagher, Vinicius, Rudiger. Duhet bravo te Courtois. Yes, për kolle pak përqje. Valverde, Rodrigo, duhet Mbappé, Kylian Mbappé dhe Lenglet. Mbappé, vjeko simile Lenglet dhe vion, perfekt. Lemo Lenglet dhe topi shkon në duart e Jan Oblak. Jimenez, Molina, Simeone, Vinicius, topi lart, Lenglet aty, Jimenez, Gabon, Bellingham, Rodrigo Goes, Rodrigo tek Mbappé ka rëndjat, shumë loje mirë kjo e Real, Mbappé dhe Galat, to bluzon dhe Jimenez, decisiv, Jose Maria Jimenez, Atletico nuk po sumon dot, e ka të vështirë. Të shëndërkohë djalin e Diegos, Giuliano Simeone, tek Julian Alvarez, Griezmann, rekordmeni Atleticos, Griezmann të më dalur, letës si shka Tchouaméni, Rodrigo, Mbappé, Lenglet ka sotri. Të bështumbor, Lenglet, Lino, Griezmann, topi te Julian Alvarez, topi ka buar. Tchouaméni, Mbappé. Barrios topi nga Valverde. Mbappé. 20 minuta lojnë andaj nga mbyllja e pjesës parë. Atletico ende nuk ka kryer rastin e parë. Që Reali vetëm një mundësi. Rodrigo Goes, Vinicius, Rysakt Jimenez, Julian Alvarez. Një skraun e djatë, Simeone. Pasimi ti është i gabuar. Utëm Barcelona, shëkipi ti Spanjë, duko shënë të shpejtësi perfekte të Clément Lenglet. Ishte në duel me Rodrigon, Simeone, Julian Alvarez. Barcelona ku të më kualifikon nga ekipet spanjolle. Barcelona dhe shumë ekipet tjerë, Julian Alvarez do të me pas pak.
ishin Bayern, Inter dhe Paris Saint-Germain. Arsenal që është tuaj se kualifikuar, Aston Villa që edhe ajo është kualifikuar, ndërkohë që vetë interesante përballje mes Lille dhe Dortmund. Griezmann dhe ka penalti për Atletikon. Rüdiger shkakton penalti. Ndaj Antoine Griezmann. Penalti për Atletikon. Mundësi e mirë për shpërkuar sfidën. Do tjetë Julian Alvarez. Te penaltia. Julian Alvarez nuk shënon dot. Courtois. Goditja parë në port. Dhe ishte nga penaltia humbur nga Julian Alvarez. Vinicius mundot të përfitojë Reali, krosimi të lartë të zonë, Galan largon topin. Valverde. Mbappé. Ka një faull të Mbappés, kartoni verdh. Të ketë kujdes. Shumica e lojtarëve sepse u të futet Paul të mos të thonë në taktik. Galan tek Lino. Kur ne marrim mundësia fundit asnjë rast, vetëm penalti e humbur. Barrios, Griezmann, Julian Alvarez, topi humbur. Bellingham ndër Gallagher, më pas është Simone, Gallagher i fiton topin, Gallagher, topi tek Julian Alvarez, këndryrje perfekt nga Mendy e çon brapa tek Courtois dhe Julian Alvarez. Ishte për pak në rrezik Reali, shkëlbon Courtois. Simone. Julian Alvarez top, kërkon Griezmann, Courtois rrezikon sërish. Dhe përfundon pjesa e parë pa gola, Derbi Madridit Atletico Real, super pjesa e parë me një penalti të humbur nga vendasit. Julian Alvarez nuk shënon dot në përballë Courtois dhe ndeshja vion të jetë ende 1-2 për Realin. Ishte vetë pjesa e parë, pjesa e dytë do të përcaktojë shumë, rithimi së live. Jemi këtyre së shlajve në shikos pjesë dytë Atletico Real Madrid 0-0 pjesa parë, të shohim çfarë do të provojë e dyta. Kjo do të jetë shumë vendimtar sepse ndoshta këtu mund të zbulojmë skuadrën që do të kualifikohet për mëtej. Bellingham. Topi te Rodrigo Goes. Braziliani, autori golit që në minutën e 4, te Mbappé. Ino. Topi tek Griezmann, dyrën sakt. Antonio Rüdiger, Gjermani mbrapa tek Asensio, Tchouaméni. Topi tek Rodrigo. Dyrën sakt Barrios, topi dalo perfekt nga Rüdiger, Valverde te Rodrigo, Tchouaméni, Valverde, dyrësak Lenglet, Lino, topi pak i fort. Asensio. Topi tek Vinicius, Jimenez, fall Vinicius. Ja, se çfarë prodhon një derbi. Shumë ndërhyrje dhe kartonat që nuk mund të mos mungonin. Julian Alvarez është i vetëm. Ndërsa Asensio topi brapa te Courtois, topi perfekt i Belgut. Rodrigo tek Valverde tek topi tek Gallagher. E tjetër Julian Alvarez. Topi te Griezmann dhe e pronë shumë egoist këtu. Antoine Griezmann, largon Courtois, top perfekt, Mbappé. Kërse kam i parë shumë raste, si nga Atletico se dhe nga Reali. Rodrigo, Tchouaméni. Lucas Vazquez, top për parë, ndyrësa Gallagher. Julian Alvarez, topi ka unë tja. Simone dhe Mendy, të shëndë Cochiliano Simone, ndyrësa Mendy, ku këndje se ka rivënjësor. Molina, Simone, Gallagher këndëryrje për Vinicius. Atletico largon Julian Alvarezin. Do t'i ngjelet peng, ai penalti e humbur. Ndërkohë Gallagher është fundusor, ndërkohë Simone largohet për Rodrigo Riquelme. Largohet dhe Lino për Llorente, njëshë Reali. Rodrigo. Kërë në djatë, Mbappé, Valverde në zonë. Valverde! Goditja ti nga Lenglet dhe Oblak. Në duart e ka.
Rodrigo Riquelme avancon përpara. Rodrigo Riquelme, topi perfekt tek Sorlot. Shëm në vërgjesi fititar, së mos minutat e fundit. Autori i golit deshën në fundit me Getafen, po Atletico u humbi. Rodrigo Riquelme kjo ndryre perfekte. Atletico nuk po arrin do të çajë dot mbrojtjen e Realit. Mbappé dhe 15 minuta lë Atletico drejt eliminimit, të paktën të shtonte një gol që ta çonte disheshes Sorlot, Rüdiger, Mendy, Bellingham. Shkoni goditi vetëm 2. Wow. Llorente, Griezmann, Sorlot, Griezmann, traverse Griezmann. Atletico nuk arrin dot. Antoine Griezmann, të kohë nisë Mbappé, topit të nkranë tjetër Rodrigo dhe Jimenez, topit e Mbappé, Kylian Mbappé dhe Jimenez, Mbappé, krosimi, Jimenez. O, dhura Rodrigo, qëndrore Jan Oblak. Në duart e ka. Kjo mund jetë aksioni final. Rodrigo Riquelme, Alexander Sorlot, përballë Asensio. Këtë mbrapa, Rodrigo Riquelme, to perfette Molina, Gabon. Orle Chouameni. Rodrigo, minuta e fundit. 2 raste Atletico dhe nuk i shënoi. Desha doshte më pak raste. Pati do një emocion, por të paktën do të zbulojmë që Reali do të jetë skuadër që do të kualifikohet për çerfinale dhe mundesh me Arsenalin. Galan, Gallagher, Sorlot. Gjithçka ka përfunduar. Atletico do t'ja fund Champions League-s dhe do të ketë fokusi vetëm në kampionat, por edhe Kupën e Spanjës ku do të ndeshë me Barcelonën dhe shektimit në këtë stadium. Dhe bëhet këtu, Reali siguron kualifikimin për në çerek finale. Eliminon Atletico në Madridit 1-2. Fitoria në Santiago Bernabeu i siguron madrilenëve vimësin në UEFA Champions League. Atletico që duhet se ndeshja me Getafen e vrau pa diskutim, bën që të dështoj edhe në ndeshje më të rëndësishme të sezonit. Pa gola, por pa diskutim. Momenti mirë rëndësishëm do tjetë penaltia e humbur nga Julian Alvarez, i cili nuk arriti do të ndëshkonte Courtois që u tregua maksimalisht fenomenal. Por edhe Reali nuk është se zhvojti një ndeshje të madhe, por të paktën bëri atë që duhet bënte, të ruante rezultatin dhe të siguronte kualifikimin kur e pret skuadra Arsenalit. Mishim i ardhur në përfundim të kësaj super sfide mes Atleticos dhe Realit, vazhdojmë këtu natën e mirë, dhe shihemi në fazën finale.